Po e mbyllim këtë çështje Arian, besoj që po e mbyllim për sot sepse në shtatore në vazhdim besoj që do diskutohet sërish, edhe ndoshta ju jeni dhe pjesë si njëjtit besim, mos e përjashtoni mundësi që mund të vinë edhe ndonjë ftesë, një propozim për ndonjë post. Absolutisht. Pastaj këto janë situata tash. Unë këtë idenë e shtetit, domethënë e shikoj më tepër si një, po themi, shashk të hedhur në mediumin mediatik, dhe që njerëzit të merren më tepër me këtë pjesë dhe të harojnë situatën në të cilën ndodhet vendi edhe sot. Kalojmë tek kjo situatë. As nuk e besoj dhe as është e mundur. Edhe nuk e besoj, por edhe nuk është e mundur që të ketë një shtet bektashi brenda shtetit shqiptar. Për kaluar tek situata që edhe ju jeni pjesë e sheshit, e protestës, si e shikoni tani pas mbi 80 ditësh, po shkojmë drejt 90 ditëve, 100 ditëve, shtatori me siguri edhe më tej ta gjej protestën në shesh. Është folur edhe për një kthim një marrë të tretë të diasporës që ndoshta mund të fuqizohet me ardhen e studentëve. Pra, syt janë nga shtatori, edhe temperaturat do bien, megjithatë është përfituar dhe rezistenca pa ndërprerje deri tani. Por mendoni që do ja vendos zgurën në thjesht apo? Shiko, gjithë problemin dhe frikën që kisha unë nga kjo protest, si pjesëmarrës në të, ishte kjo periudha e gushtit. Nëse vërtet do t'ja dilte që gjatë kësaj periudhe, sikur edhe 100 veta, 200 veta të ishin aty në shesh dhe të mbanin gjallë frymën. Pra, po e lëmë një anën sasiore, mjafton që fryma e protestës të mbetej gjallë. Pishtari ndezur. Pra, bravo. Të mbetej pishtari ndezur. Në momentin që kjo gjë pothuajse u arrit, pra jemi në gati edhe një javë përfundon gushti, dhe në shtator me rikthimin e qytetarëve nga pushimet, sepse këtë periudhën e verës presin edhe për punët, për të zgjidhur që janë me leje më të gjatë nga punët, ku punojnë. Disa vinë po. Disa ikin, disa vinë, dhe rikthimi të gjithëve pastaj në shtator, mendoj që pavarësisht situatave në të cilat sot po përflitet pengmarrje di unë se çfarë, sepse për momentin unë nuk jam në Tiranë, e kam të pamundur ta di realisht se çfarë po ndodh aty në shesh, por po e ndjek situatën nëpërmjet mediave dhe rrjeteve sociale, pavarësisht akuzave kundër akuzave, atje deri më sot nuk ka kokë ajo protest dhe besoj se do vazhdoj të mos ketë kokë. Dhe kjo gjë mendoj unë e ka shpëtuar që ka mbetur ai pishtari ndezur. Ka konflikt brenda shumë. Unë mendoj pavarësisht konflikteve, përderisa objektivi është rrëzimi i qeverisë dhe ndryshimi i sistemit, për mua kanë shumë pa fare rëndësi konfliktet brenda. Konfliktet apo dallimet, unë më tepër se konflikte i shoh si dallime midis grupimeve, por dhe unë kam dallimet e mia me shumë grupime që janë aty, por janë prapa të në shesh pavarësisht dallimeve që mund të kemi në bindje politike, në orientime, ku di unë besime, në çfarëdo lloj gjëje. Objektivi kryesor i asaj proteste është e para rrëzimi i kryeministri, sepse është ky që e mban po themi këtë sistem shtrënguar, dhe në momentin që bie ky kryeministër dhe formohet, po i përmbajmë gjithmonë atyre 5 pikave të fillimit që kanë dalë dhe po themi në mënyrë publike. Po, në mënyrë publike sheshi, pra janë gjithë pranuar nga të gjithë ata që dalin atje, pavarësisht dallimeve të tyre, ato 5 pika janë gjithë pranuar nga të gjithë. Formimin e asaj qeverisë tranzitore, ndryshimin e ligjeve për të cilat nisi, sepse sot që flasim, nisi protesta për mbrojtjen e natyrës, Zvërnecin, e me radhë për ligjin 21-24 dhe për paketën e maleve me radhë, por sot protesta ka synime politike dhe ndryshim sistemi.
në thelb ndryshimin e kodit zgjedhor, hapjen e garës që të mos kemi më të emëruar dhe kukullat të natyrës në thonjza zeqine e meradh që pretendojnë që janë të rinj të Partisë Socialiste, më falni, të rilindje, sepse Partia Socialiste aty unë nuk shoh, dhe janë më keq se ata që konsiderohen si rrymë më e vjetër, janë shumë herë më keq dhe nuk mund të krahasohen. Por duke hapur garën, meritokracinë dhe duke vendosur njerëzit që vërtet e meritojnë dhe logjikojnë dhe jo thjesht emëruar kartona që ngrihen për interesat e kryetarëve të partive, kryesisht të partive të mëdha, duke hapur garën humbet edhe pushteti i kryetarëve të partive, sepse ky kod zgjedhor që kemi sot në 2009-ën, kur u vendos, u pretendua që reformimi do bëhe nga partitë brenda dhe në momentin që u mbasin zgjedhjet, ndrohet, kemi ndryshime elitash brenda partisë. E pam që nuk funksionoi sepse partitë jo vetëm që nuk u reformuan dhe ndryshuan e meradh, po u bën akoma dhe më diktatoriale. Atëherë është momenti të ndryshojmë sistemin dhe të rikthehemi ndoshta një proporcionali kombëtar dhe edhe më shumë parti, por u kthyem në parti shtet. Po, dëgjoj Arjan, prova më e mirë është fushbeteja dhe përpara është ky zhvit zgjedhor. Patjetër fushbeteja, por me rregulla të barabarta loje. Absolutisht fushbeteja, por me rregulla të barabarta loje. Ne, kur është vendosur ky kod zgjedhor, ne nuk kemi Spanjë, që kemi frikë se ndoshta na dal Katalonja, Baskët. Ne nuk kemi Spanjë, ne nga çfarë kemi frikë? Çfarë do na dalin? Ne jemi 99% shqiptar. Çfarë do na dalin? Përse u vendos ky kod zgjedhor? U vendos në thonjza dhe që pretendimi në vitin 2009 që ky kod zgjedhor u vendos për stabilitet politik, duke qenë se kishte shumë forca politike. Vendos pragun mos hyn shumë forca politike, ama hap garën. Hap garën, rregullat barabarta loje për gjithë, dhe jo me disa ide që u hodhën pastaj edhe forca fituese të kishte edhe prim pastaj, akoma më keq. Pikërisht atë, edhe primi do ishte më keq, atë do të Greqi. Akoma më keq, të kishte prim akoma më keq. Të fitonte një prim forca fituese e zgjedhjeve. Ne gja kemi rënë në numër popullsie. Dhe në këtë situatë dhe prandaj e lidh edhe me pjesën e parë unë, sepse paka shumë kjo protest ka zgjuar ndërgjegjen e njerëzve. Dhe po duken dhe propaganda, kjo protesti ka rrëzuar propagandën kryeministrit. Pavarësisht përpjekjeve të tij dhe pretendohet, fjalë janë, nuk e di sa është e vërtet, përpjekjeve të tij dhe për rikthimin e fugës, dhe dyshoj që edhe ky artikulli i fundit të kishte dorë ai që është hedhur kjo e inteligjencë online, me propagandën e tij se aty kanë mbetur sora, kanë mbetur, nuk janë më flamingot kanë fluturuar e meradh. Kjo protest ja ka rrëzuar komplet propagandën kryeministrit të ndërtuar me zotësi, se këtë zotësi e ka dhe ja njoh, për propagandë është Goebbels. Goebbelsi i tij është fuga, por në propagandë është i zoti. Për fasada është i zoti. Dhe kjo protest për kaq ditë ja rrëzoi të gjitha fasadat një e nga një. Dhe sot që flasim, me mbledhjen që po bën Pogradec, po përpiqet që barën dhe përgjegjësinë që ka ai si kryeministër që i vendos të gjitha, t'ua kaloj ministrave dhe administratës si Ponc Pilati të lajduar dhe t'ua lërë të tjerëve përgjegjësinë. Edhe si një shprehje dikur në komunizëm, këto gjëra i bën Mehmeti në kokë të vet se në veri s'dinte gjë. Edhe puna e Ramës është që këto gjëra i ka bërë administrata dhe ministrat e mi kanë rënë kumblla pas shpinës time se unë s'kam ditur gjë. Po një herë edhe mundet. 2 herë hajde se më kaloi. Po këtu nuk po numërohen rastet. Nga t'ja nisësh e nga t'ja fillosh. Dhe më tepër unë e besoj, përveç kësaj pjesë situatës brendshme politike, unë dyshoj se në shtator mund të ketë edhe lëvizje
të tjera nga sistemi i drejtësisë, dhe si duket ky po i paraprin kësaj situate dhe po përpiqet të heqë vëmendjen. Pra ju thoni që ata që do ikin, nëse do ikin nga asambleja, është hapur rruga për SPAK. Historia këtë ka treguar. Unë si historian dhe çfarë kam ndjekur dhe si ndjekës i mirë i politikës shqiptare, këtë kam parë. Kush ikën nga asambleja për ta mbyllur duhet të presë vendimin mbrapa. Për ta mbyllur duhet të presë vendimin. Me aspektin historik, çfarë na mëson historia, si përfundon e gjithë kjo që është nisur? Unë kam përshtypjen se fundi i idhur do të jetë për ata që kanë nisur. Fundi i idhur nuk konceptoj, po themi ekstrem, por kushdo që ka abuzuar mbi taksat e shqiptarëve, kushdo që ka abuzuar me shtetin shqiptar, kushdo qoftë ai, që nga Rama i pari si kryeministër, edhe deri tek i fundit, besoj që do të vijen para drejtësisë dhe Shqipëria do të marrë vërtet rrugën që duhet drejt Bashkimit Evropian për të ulur në tavolinën e Bashkimit Evropian si një shtet i barabartë me të drejtë vote dhe jo siç kërkon ky kryeministër që thot na fusni edhe pa të drejtë vote dhe të rrim aty te dera më këmbë dhe të ruajmë, ndërkohë që ju merrni vendime. Jo, unë jam pro antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por ta meritojmë dhe jo të na japin lëmosh. A e meritojmë në situatën që është Shqipëria sot? E dyshoj. Na pret një fund viti këta muaj që kanë mbetur me shumë enigma përgjithur. Janë falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që do kemi mundësi sërish për të komunikuar për zhvillimet jo vetëm në shesh, por edhe ato politike, aq më tepër që aspekte historik na hyn shumë punë, jo vetëm këtë herë, por gjithmonë, për të mësuar se si zgjidhen situata të tilla. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju për ftesën.